është për me thjeshtësu muhabetin në mënyrë që t'jemi të qartë edhe për publikun. Kjo e puna e pacemakerit ose baterisë është si puna e gjeneratorit kur t'nalet rryma dhe me njëherë aktivizohet generatori. A e dallon pacienti, doktor Artan, kur zemra nuk po i funksionon mirë dhe po funksionon pacemakeri ose bateria në këtë rast? A ka ndonjë ndjesi? Pikërisht gjenerator që përmendën, gjeneratori e thirrim edhe neve, se pacemakeri është një komplet pajisa që është generatori edhe elektrodat, kurse gjenerator është pikërisht një gjenerator që prodhon rrymë, pra e dim se zemra ka një rrymë që e mundson kontraksionet, që to impulsi elektrik i zemrës që është, dhe ata që kanë këtë problem, domethënë është zbulu diçka artificiale që ajo bateri i çon impulse të nevojshme kur ka nevojë. Pra mira këtij aparati është që ai punon sa herë si ka nevojë pacienti, dhe nëse pacienti s'ka nevojë kur ai s'punon kur. Vetëm qëndron atë. Pa e dallon pacienti kur është pacienti nuk mund të dallo kur ka punon ajo, për pacemaker, sepse është e njëjta punë që kam i bërë për zemrën. Pacienti e dallon kur janë këto ICD-t. Te ICD-ja ka defibrillim, dhe defibrilimi është si goditje edhe nën goditje. Nëse është shkrepje, ai ka më dallim. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që nëse ka shkrepje të shpeshta, që ai të ndron që ata që thash kalibrimin e mirë tyne që mos është ndonjë problem i pacientës dhe trajtimi jo adekuat me barna, që ajo është me shkrep sa më rrallë, sepse shkrepja është jetë shpëtuese, po të njëjtën kohë është një pasiguri e pacientit, sepse ai nuk e përjeton mirë shkrepjen. Domethënë, imagjinon tash në studio të shkrep një bateri zemre dhe edhe është e dhimbshme, edhe ajo është jetë shpëtuese, që gjithmonë duhet me kalibru mirë se sa. Dhe problemi këtyne ka njerë është, për këtë arsye duhet me u këshu indikacionet e domosdoshme, a duhet gjithqysh me qitë një bateria jo. Pse? Sepse ato aparatet dhe pse janë shumë të mëshme dhe janë shumë sofistikune, prapse ka shkrepje të pa nevojshme. Pra ka disa raste kur në një aktivitet caktune të zemrës, aparati konsideron që ka aktivitet keq, realisht ai nuk ka një aktivitet, për shembull një takikardi, për shkak të rana shpejta të zemrës që ka bëni një temperaturë, një vrap, një diçka, edhe ai godet që është e panevojshme. Për këtë arsye do thotë duhet të kalibrohet në atë formë që me ikë sa më shumë këtyne. Pikërisht ky problemi i shkrepjeve jo adekuate, jo të nevojshme, është problemi më i madh tek këta pacientë kur vendoset. A duhet më lajmëru gjithmonë te mjeku i vet sa herë ta kanë këtë shkrepje? Patjetër. Patjetër, sepse në momentin e shkrepjes duhet të shikohet a ka qenë shkrepje adekuate, domethënë a me të vërtet ka vepru, a ka pas shkrepje për shkak në një problemi tjetër që duhet të me ndru domethënë kalibrimin e baterisë.